Përshëndetje miq të dashur. Do shkoj me një video, po s'pari kush ka mundësi të ma bëj follow apo subscribe në YouTube, ja di shumë për faleminderit. Respekt për secilin. E falenderoj me zemër. Kështu që kryeministri siç ka premtuar, e ka marrë fjalën dhe i ka dhënë 500 milion euro për energji. Kështu që e parë që tash një video ku Artona Rizvanolli, veç e pas ka postu, edhe paska njës dhe më thonë punës, në stacion të ri. Kështu të shiqojmë, të diskutojmë bashku. Artona Rizvanolli. Tash miq, në stacioni i ri 220, su këto me vatë forë që kuptoj po pëllezoj, 220 thyje për 35, thyje 10 në klapa 20 kW i kostit. Përveç Malisheves, do të përmisoj situatën në nivel të rjetit të transmisionit edhe në Ravec, edhe në pjesën e Gjakovës dhe Prizrenit që janë prekur si vjetë. Bravo. Zbatimi i këtij investimit të kostit në vlerë prej rreth 6.8 milion euro. Bravo të kohë, kryeministër. Një pjesë për aty në 50 milion euro. Ka filluar në javën e fundit dhe pritet të përfundoj më së largu mbrana 13 muajsh. Kohë rekord. Bravo. Respekt. Ja, po kjo është puna që punohet për shtet. Kryeministër Zotit Rujt, deputet, popullit Kosovës, Zoti Rujt gjithë, jeni më të mirë, t'ju dua fort. Kështu që unë veç ju përshëndes me një zemër. Kalofshi mirë.